përpjekja sa më shumë me harmonizu, sidomos kur flasim për rrafshin fetar. Patjetër, po. Me kriju një farë harmonie sa sot është e mundur, se mos bëhem idealist të prunë. Po, megjithatë, nisëm për realiteti, se fillove edhe ti, realiteti, na obligon ka njerë me tërhiq vrejtjen në këto aspekte, sepse her pas here vrejmë që kemi probleme me këtë pjesën e dukjes. Edhe është një detaj i rëndësishëm që kësha dash me cek. Në momentin kur fokusi është më i madh të formës se sa të përbamja, trajtimi i formës zakonisht prodhon edhe ka pak ashpërsi. Prodhon edhe një farë egërsie, sepse forma ka elemente të aso juridikes, të normave, të regullave, dhe për ka natyra regullat janë, qashtu janë të ftofta, e ke po, s'ka një farë shpirti. E në të kalumen, në historinë islame, ka qenë një farë akordimi jashtëzakonshëm i këtyne asketëve, që i kanë trajtu temat shpirtnore, psikologjike, edhe të fushave fetare, edhe të juristëve anën tjetër. Bile kanë ndodhë me ana një xhamie, një kand u spjegu, se më thonë le të themi ai sufizmi, ajo bota shpirtnore e fesë, në kandin tjetër një ligjërues tjetër ka predikuar aspektin e normave, rregullave, bile thuhet ai që ju ka spjegu norma, një farë forme i ka egërsu pak, i ka ashpërsu pak edhe mendimet, diskutimet, debatet, tani ju ka thonë shkoni tash në kandin tjetër, zbut një zemrë pak. Edhe dorën zemër ishtë dasht fetart me qëndru mes tyne dy botëve, mes tyne diskutimeve kanë herë natyres juridike, që janë të rëndësishme, po nëse dominojnë këto, e prodhojnë një farë fetarie tashper edhe ndaj tjetrit. Edhe kjo ka ditë mu shfaq me dhebet, ta shuqura me dhebet, domthon, ka ditë mu shfaq kjo. Edhe në xhamia, edhe një farë ashpërsie ndaj tjetrit, madje për fat keq, edhe e vrejnë këto të disa dietar kanë herë, që i kam pas qef këtë aspektin formal i juridik, që prime e konë tegër ndaj tjetrit, e konë ma tashper, për dalim prej djetarëve të natyres shpirtnore, të natyres psikologjike, kështu me radhë. Mire, përmande përcip të aziz, se jemi ka fundi emisionit, që në kryet herës nuk ka pasur këso lloj manifestimesh, kuptimin e egërsisë që po e cilëson ti, në kuptimin e debateve. Ka pas një farë lloj harmonie ndërmjet tyne dy dimensioneve, nëse mund t'i quaj. Mirë po, ka një histori kjo shkarje, apo jo? Kur ka filluar, si me thonë, këtë debat? Mos me quajt kritikot, sepse ka arsye për debat, po që manifeston këtë... Unë besoj që debati është i hershëm dorën zemrë, dhe debati e shpërfaq në një mas edhe natyren e disa njerëzve fetar. Do më thonë, disa njerëz për ka struktura tyne njerëzore kanë prirje për botën ma shumë shpirtnore, psikologjike, e kështu më radhë, dhe ka disa njerëz për ka natyra dojnë ma shumë pjesën juridike, normative, e kështu më radhë. Për shembull, këto gjanë edhe në kohën e pejgamberit ka pas tendencë mu kuptu gjanat kanë herë bukfalisht, mu kuptu këtë juridikisht, mu kuptu në sensin tekstual, kritikisht tekstual, edhe po të njëjtën kohë ka pas njerëz rreth pejgamberit alayhis salam që kanë pas, domethënë, prirje me kuptu nënrreshta, me kuptu thelbin, me kuptu esencën. Historia e asaj shkumjes në atë që është në kohë të pejgamberit, Beni Kureda ka qenë një fes atje, dhe citimi i pejgamberit që domethënë Mustafa askush i kindim përveç se Beni Kureda në vendin e caktuar atje, edhe ndarja atyne që kanë dëgjuar në dy grupe, flet që qysh atëherë ka pas elementet e tilla, domethënë prej atëherë një farë forme ka vazhdu ky debati. Disa e kanë kuptu decidivisht, tekstualisht, se domethënë s'duhet atje duhet më fali kindia, disa të tjerë kanë kuptu që substanca, qëllimi i kësaj thënie është që të ngutemi, të falemi kindimin dhe sa më shpejt shkojmë te vendi i caktuar.